Shishi sa krahasim i bukur. Këto kafshët që themin ne janë kafshë, nuk janë zgjuara si ne, han më të vjetrin dhe më të smurin. Ndërkohë që ne si shoqëri, njerëzimi, po han të rinjt. Shi sa rrezikshëm jemi si kafshë. Ne jemi edhe kafsha më idiotë, sepse as në kopen e uqërve, as në kopen e luanve, as në kopet gjithë tyre felinëve që rrinë bashk, nuk vendoset kur me idiotë. Vendoset më i forti dhe më i zgjuari. Ne gjithmonë kemi lënë më debilat në qarkullim vlla, nuk e di pse qysh tek. Po duhet të turkasim gomarin ai shumë se i thotë që kam gjithë ai kalën. Edhe të futemi pak te politika vlla. Futemi vlla. Për pasion tash. Se gjithë të dashurinë për zbuluam dashuritë për bashkë që është natyra dhe edhe kafshët. Si e shikon këtë politikën tonë? Do të thënë si e shikon këto vitet e mbretërimit janë? Se ti ke pas edhe fatin e mirë apo të keq që ta imitosh. Ta imitosh mbretin. Unë shoh një ndryshim të jashtëzakonshëm ke kryeministri jon drejt një totalitarizmi, autoritarizmi, diktature digjitale. Ja vëmë mirë si dush i prek çik gjitha. Më ka shumë disiplina të autokracisë dhe diktaturës përzira bashkë për mendimin tim. Dhe shoh që është i pasigurt dhe prandaj ngushton rrethin gjithmonë më shumë, prandaj ja bën më të vështirë atyre që nuk duhet ja bëjmë më të vështirë. Prandaj rrethohet nga njerëz që i thon po, sepse di që po të rrethohet nga njerëz që i thon jo, që janë taft, do ketë konflikt me veten. Dhe këtë konflikt, duke mos dashur ta ketë konflikt me veten, më mirë e përcjell, e çon diku tjetër dhe bën që shoqëria të ketë konflikt me vete. Dhe shoh që me keqardhje që gjërat do shkojnë keq më keq, siç e thamë në fillim që do duhet të prekin fundin. Nuk ka prekur ende fundin. Dhe kur preket fundi, pastaj luma ai që do ja dalë deri në fund për të dalë sipër. Të dëgjoj ty që thon diktaturë digjitale. Kam dëgjuar përfaqësuesin e opozitës Sali Berishin që thotë mobokraci. Unë për shembull e kam vendosur një emër tjetër që i përfshin të dyja. Kakistokraci. Kakistokracia është ti ke korruptuar, domethënë një kryetari një sistemi të korruptuar që në gjenez, që nga roja deri tek ministri. Pra këtu janë të gjithë të përfshirë në korrupsion, shoqëria është korruptive, prandaj kjo është kakistokraci, prandaj është në nivele shumë të kënaqshme në kodo politike të kënaqshme, sepse njerëzit shikojnë pasyrimin e vetes tek ai. Pra, unë nuk mund të akuzoj dot Ramën për korrupsion, thot ai roja, sepse unë i mora Florit 5000 lekësh për ta lënë aty poshtë pallatit tim se unë kisha vendosur karrigën. Dhe nuk u dënova për këtë. Dhe nuk u dënova për këtë. Dhe ai e gjen veten. Edhe mjeku, që kam mjek që na shpëtojnë jetën e shoqyrë që e kemi, po ne marrni 50, 100 pecita. Shko, unë them që në çdo zanat, në çdo ministri ka njerëz të masë të nderuar që detyrohen të thon derrit daj. Absolutisht po. Dhe që bashkëjetojnë me këtë lloj sistemi që është jashtëzakonisht i kalbër, një sistem i gënjeshtërt, një sistem të paaftësh, një sistem servilash. Ai vendos kryeservilin dhe kryeservilin e kryeservilit e kështu me radhë deri në sistem rrënjësh, domethënë, deri tek ai më i panevojshëm i fare i shoqërisë. Mjafton me postimin që pam para ca ditësh që dy punonjës që krahasisnin pemën kishin dy fotograf që i fotografonin për të kuptuar se si shpërdoren lekët tona. Nga ana tjetër shohim zjarre pafund, shohim gjëra që nuk shkojnë, rrugë të asfaltuara me Photoshop, gjelbërim me Photoshop, dielli që është në veri, e lloj gjëra të tjera propagandë. Propaganda sot. Atëherë thuhej që ne kemi arritur 384% të planit tonë. Si jemi në planin e 38 po. Jemi shumë mirë. Atëherë thuaj, kurse sot ta tregon ai, ta mbush aty me Photoshop malet me grur që kemi nxjerr neve nga puna jone përbashkët, liderin ton, edhe mënyra fotografimit është fiksi si në atë periudhë. Fotografoj nga poshtë që ai të ngjante i madh dhe gjithë rreth për qarkti që mezi presin ta prekin, ti buzëqeshin. Pra ti thon faleminderit që je ti që jemi ne, ndërkohë që ai me mendjen e vet thot lum ju që më keni mu dhe mirë unë që ju kam juve. Dhe kjo është unë mendoj që ai ka brenda ndoshta jam gabim, uroj të jem gabim. Ka një garë të brendshme për të jetuar politikisht më shumë se çdo kjo nuk e ke gabim ti vëlla, kjo është faktike. Kjo është faktike sepse në demokraci se do qoftë kjo demokracia janë me problematike gjë, po mjafton që të ketë emrin demokraci,
është shumë e tepërt qoftë edhe për Xhibutin, që është demokraci hibride, totalisht koloni amerikane, të thoj lideri në një demokraci, unë do iki kur të ndoj trapi mua. Kjo është të merr vlla, domethënë kjo është kuja. Sepse ty të hiq vota atë. E di pse thot atë, mendoj unë sepse ai ka bërë vota. Unë mendoj që edhe Europa është në momentin e saj më dobët. Gjithashtu dhe Amerika është në momentin e saj më dobët. Fundi një perandorie, fundi një cikli. Është fundi një cikli. Po sidomos Europa e ka treguar shpesh herë, po të shohësh dhe luftrat që janë bërë në Ballkan nga serbët. Gjithmonë ka qenë kur të vdesin kaq, atëherë po hym neve. Po ndërkohë le të vdesin kaq. Shive dhe sot çfarë po bëjnë, sa ngadalë po reagojnë për Palestinën, domethënë. S'po reagojnë fare. S'po reagojnë fare. Dhe kanë gjetë një person i cili i thot, ç'a duhet ty vllai që të flasësh mirë për mua? Më duhet ky gjadri. Hajde, edhe thot Meloni, lider si ky nuk ka. Ç'a duhet ty zonjë që të thua që Shqipëria po i hap kapitullin se i lexuesin në Afrikë. E ke patë ti që lexon libra kështu. Edhe lexova librin thotë. Pa i kinezi që merr. Ai që merrte. Ai merr diën hap fletët dhe jepi. Kupton? Dhe dalin ata liderët e Bashkimit Evropian, thonë se kështu, se ashtu, se ashtu. Ç'a do ti Amerikë që se fola keq atëherë, unë thash atë llafin. Ç'a do ti që të kemi marrëdhënie këtë? Duk tek. Po. Iku Sazani, po pse mori Sazani, merr dhe Karaburunin se aty s'dorrim bëjmë urnave tash. Po mora Karaburunin atë marr dhe Tongon, ishullin e Tongos që kanë fund Sarand. Ç'do atë? Dhan Butrindën o vlla. Butrindën. Dhan Butrindën. Është një nga shtyllat. Ma ka thënë Alan Brosar, 38 vjet në 2014 që studionte Michel Foucault. Llogaritë që Michel Foucault është filozofi i çmendurisë. Ky i çmenduri kishte 38 vjet që studionte filozofin e çmendurisë. Po. Unë student kurioz, gjithmonë bëj pyetje. Sa do pyetesh turpi çasit, mos pyetesh turpi jetës sot Einsteini. Jepe Alan Brosar la koka e majtës franceze. Fati im i madh që e kam takuar nga afër, bëj pyetje aty. Meri vidi sa më shumë Çirak. Në Korçë, se sot ne ishim në Tiranë, në Korçë në 2014 në konferencë filozofike. Shikonte në Korçë ai. Tani Korça është zhvillimi ekonomik me Tiranë është ku e ku vëlla. Po normal. Një makinë ka të bukur këtu, vetëm dil në blok ke 30 milion euro makina në 1 kilometër katror. Po. Gash ma bëne mua, gashi, mos je gashi. Si ka mundësi ma bëne me një anglisht të shëmtuar që neve në Francë gjejmë 5 metra një tull edhe marrim e marketojmë, tha. Thua ti kjo qa është, a kupton, japi marketing vëlla, historisë tonë. Juve dha keni në çdo lloj cepi të nën tokës tuaj, keni qytetërim. Ç'a është keq me juve vëlla, ç'a ndodh keq me juve. Ma bënte pyetje profesori. Ç'e the ti? Që i thashëm, shiko, nuk e par Tiranën, se këtu vetëm një Korça është profesor, këtu është vetëm Korça, do ham ca Kërnacka, është ky i fortë i Korçës tu. Po. Hajde në Tiranë është, te bloku, te Vila Enverit, aty do të shikosh se ç'a pasurie kemi neve. Nuk ka nevojë për nën tokën këtu. Edhe i thash troç fare atë që e them gjithëve vëlla. Ktu është një lob, nuk e di, është lobi i agjenturave tuaja, nuk i vendos të temër, që paguajmë dhe financojmë për mos të hapur nën toka jonë.